Në vijim të informacionit paraprak të dhëndje për aksidentin në aksin rrugor Shkodër Koplik, informojmë se specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë referuar materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin IB 38 vjeç, banues në fshatin Gucia e Re, pasi duke drejtuar automjetin ka përplasur biçikletën me të cilën lëvizte shtetasi MM 86 vjeç. Nga aksidenti është dëmtuar lehtë shtetasi MM. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin KC 67 vjeç, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa lejë drejtimi, dhe referuan materiale në prokurori pasi me datë 11 nëntor 2025 shtetasi HP 22 vjeç, banues në fshatin Bushat duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin, është rrëzuar dhe si pasojë është dëmtuar, por është jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin ID 20 vjeç, banues në fshatin Boriçi Mall, pasi gjatë kontrollit në automjetin me të cilin ai qarkullonte, shërbimet e policisë gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen EA, pasi u konstatua se kishte kryer punime ndërtimi pa leje. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materiale në prokurori, pasi dje në lagjen Iliria dyshohet se për shkak të një defekti në rrjetin elektrik ka rënë zjarr dhe si pasojë është djegur plotësisht banesa e shtetasit LS 39 vjeç. Nga përhapja e flakëve është djegur edhe banesa ngjitur në pronësi të shtetases MS 63 vjeçe. Nga flakët janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe kanë referuar materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit MT dhe LN, pasi gjatë kontrollit të kryer në bashkëpunim me shërbimet e OSHE në banesën e tyre u konstatuan lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe kanë referuar materiale në prokurori, pasi dje ka kazuar shtetasi PV 43 vjeç, se kushëriri i tij shtetasi VV 23 vjeç është larguar nga banesa ku qëndronte në Gjermani. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos kanë referuar materiale në prokurori, pasi dje ka kazuar shtetasi KM 32 vjeç, banues në fshatin Ngusht, se në një tokë që ai pretendon se e ka në pronësi në fshatin Ngusht është ndërtuar një banesë. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme. Rreth orës 8:50 në Spitalin Rajonal Shkodër është dërguar pa shenja jete shtetasi PK 42 vjeç, banues në Shkodër, i cili dyshohet se ka pasur arrest kardiak. Grupi hetimor po punon për dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës.